Kanë kaluar më shumë se 4 muaj që kur Dmitri Medvedev mori postin e presidentit të Rusisë, por ende ngrihet pyetja se kush e ka në fakt pushtetin në Rusi. Edhe para se të largohej nga posti paraardhësi i zotit Medvedev, Vladimir Putin u shpreh qartë se donte të qëndronte në pushtet. Dhe siç pritej, presidenti Medvedev emëroi atë në postin e kryeministrit. Disa vëzhgues thonë se në këtë post roli udhëheqës i zotit Putin në procesin vendimarrjes në politikë dhe ekonomi nuk ka ndryshuar që nga koha kur ai ishte president. Në ekranet e televizionit në mbar vendin duket sikur Rusia ka një president të ri dhe energjik, i cili takohet me udhëheqës në përbot dhe bën deklarata të rëndësishme. Paraardhësi i tij tani në postin e kryeministrit Vladimir Putin shihet në televizion po aq shpesh sa edhe zoti Medvedev. Analistët politik thonë se është e vështirë të bësh dallimin mes mesazheve që të dy këta individi transmetojnë vendit dhe botës. Evgeni Volk është analist në zyrën e Moskës të fondacionit Heritage, një organizatë kërkimore me bazë në Washington. Duke parë politikën e brendshme dhe të jashtme të Medvedevit, një gjë është e qartë. Ato janë vazhdimsi të politikave të paraardhësit të tij, Vladimir Putin. Medvedev i përmbahet kursit të kontrollit shtetëror me zhvillimin ekonomik. Në politikën e jashtme të Rusisë vjen re të njëjtat përpjekje për ta bërë Rusinë një superfuqi të re, të njëjtit tip siç ishte Bashkimi Sovjetik. Kjo ambicie u dukshak në muajin gusht gjatë fushatës së suksesshme ushtarake ruse kundër forcave gjeorgjiane në rajonet separatiste të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut. Shumë shpejt pas dëbimit të forcave gjeorgjiane Sandemi, Moska njohu zyrtarisht pavarësinë e këtyre dy rajoneve separatiste dhe deklaroi se trupat e saj do të qëndrojnë atje. Qëllimi i Rusisë është të zgjerojë sferën e saj të influencës, thot Pavel Felgengauer, analisti pavarur ushtarak. Our strategic goal is creating a big buffer. Qëllimi strategjik ishte krijimi i një zone të gjerë mbrojtëse, një sferë influencë që të përfshijë gjithë ish Bashkimin Sovjetik, Ukrainën, Bielorusinë, Transkaukazinë dhe gjithë ish republikat e Azisë Qendrore. Kjo është zona që ne duam të dominojmë dhe nga e cila duam të largojmë influencën perëndimore. Për më tepër, asnjë nga këto vende nuk duhet të jetë antar i NATO-s. Ky nuk është thjesht një aneksim i vogël territori, siç është dukur, por qëllimi strategjik i Rusisë është krejtësisht tjetër dhe shumë më i madh. Marrëdhëniet e Moskës me Shtetet e Bashkuara u acaruan së tepërmi pas fillimit të fushatës. Rusia e kritikoi ashpër administratën Bush për stërvitjen e trupave gjeorgjiane dhe e akuzoi Washingtonin se kishte inkurajuar sulmin e Gjeorgjisë kundër Osetisë së Jugut. Nga ana e saj, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice akuzoi Rusinë se po bëhet gjithnjë më autoritare brenda vendit dhe agresive jashtë tij. Duke dëshmuar edhe një herë marrëdhëniet e vendosura mes dy vendeve, Rusia ka deklaruar se do të dërgojë anijet e saj të luftës në Karaibe në nëntor për të marrë pjesë në manovra të përbashkëta ushtarake me Venezuelën, vendi i cili ka bler armë nga Rusia. Në Rusi, presidenti Medvedev ka dhënë urdhër për një modernizim masiv të forcave të armatosura të vendit. Kryeministri Putin ka bërë të ditur shtimin me 27% të shpenzimeve të mbrojtjes vitin e ardhshëm, që do të kapë shumën e 53 miliard dollarëve. Analistët thonë se perëndimi ka një numër të kufizuar mjetesh politike për të influencuar në politikat e Rusisë, prandaj ballafaqimi me perëndimin ka të ngjarë të prek ekonominë ruse. Në shtator dhe tetor, bursa e Rusisë ra ndjeshëm, gjë që çoi në ndërprerjen e shkëmbimeve disa herë. Frika e largimit të kapitalit të huaj nga vendi, rënja e çmimeve të naftës dhe kriza financiare globale shkaktoi rënjen e bursës që ka sjellë me vete një humbje të madhe besimi tek udhëheqësit e Rusisë. Ekspertja e çështjeve ruse, Rose Gottenmüller, është drejtore e zyrës së fondacionit Carnegie në Moskë. Vendet dhe kompanitë ndërkombëtare në përbot do ta kalkulojnë me shumë kujdes rrezikun për investimet e tyre në Rusi. Nga ana tjetër, Rusia ka nevojë për shumë investime që të riparojë infrastrukturën e saj të vjetër, me qëllim që të ngrejë kompanitë e saj ndërkombëtare që do të shërbejnë modernizimit ekonomik të vendit. Megjithëse në bazë të kushtetutës është presidenti dhe jo kryeministri ai që drejton Rusinë, lufta ruso-gjeorgjiane nxori në pas se kush e zotron balancën e pushtetit në Kremlin. Gjatë ditëve të para të luftës ishte Vladimir Putini ai që shkoi në Osetinë e Jugut për të takuar me ushtarakët. Pikërisht ashtu siç bëri gjatë fushatës ushtarake ruse në Çeçeni kur mbante postin e